Roma je Petolice, Roma je Petolice, Roma je Petolice, Roma je Petolice. Unë jam një nga ato të dhunuarit dhe nuk du të hypi të kjo shkallë sepse du t'jem barabart me gjithë ju. Nëse unë jam dhunuar, jeni dhunuar dhe ju. Nëse jeni dhunuar, ju jam dhunuar dhe unë. Vetëm një fjalë kisha. Nuk jam trembur, jam prap tu! Zoti e bekon Shqipërinë, Shqipëria e shqiptarëve, vdekjet antarëve. Shqipëri të qofshë fal! Dhe njëherë jemi të gjithë të bashkuar, shqyqyr Zoti dhe shqyqyrin ne të gjithë për rezistencën që cunat janë sërish këtu! Bëjmë thire dhe për dy trimat që shohin nga Shqipëria, po protestojnë dhe për ju! Qelim dhe njëherë në vëmendje tuaj 5 pika që kërkohen nga kjo protest! Dhe këto 5 pika, ne kërkojmë të rreqën e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë! Krimin e qeverie teknike tranzitore, jo partijake me mandat 12 mujor! Pushime kushtetuese, ku të gjithë shtetat si shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, dhe miratimin e saj me referendum! Popullor duke përfshirë të tjera, ndryshime e kodit zgjedhor, ndryshime e ligjit për planifikimin e partije politike, për organizave të ndryshme, kufirin e ushtrimit dhe detyrës të ministrit, jo më shumë se 2 mandate! Plota ose të pjeshme, gjatë gjithë jetës politike të një individi. Paralelisht, kërkojmë anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura. Anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimin kulturore. Shfuqizimin e paketës ligjore, të njohur si paketa manive. Shfuqizimin e statusit të kuadrit ligjor për investime strategjike. Dhe e fundit, po jo pak e rëndësishme, kontrata sociale të zyrtarëve të shtetit do të përpilohet pas konsultimi me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak të përmenduar nga sheshi i protestës. Ju faleminderit. Jam nga Italia. Isha këtu për të 20 qeshor, isha këtu jam i knaqur sepse kam një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Të tregon se gjithë Shqipëria është me ju. Gjithë shqiptarët kudo që janë me ju. Ne jemi me ju. Mos floni per, mos floni per. Dosha me ju thonë. Falje,